Nuk është taksist nëse në vetur nuk vjen era goj. Nuk është taksist nëse nuk ankohet. Edhe faraoni ka komentu, ka thonë, nuk është taksist nëse nuk të nëton me mësitnu. Edhe kjo interesant, gjatë ta gjenë dikon. Nuk është taksist nëse nuk i thënë rregullat në komunikacion. Bravo Ilir, e vërtet edhe kjo. Sidomos nëse nuk i ngjet në portokalltën. Nuk është taksist nëse nuk e kalon Zvicrën për mu kthy në Kosovë, se këto ma mirë. Bravo, godet mimoza. Nëse nuk është në gjitha në punë. E vërtet. E ka edhe një motor këtu tenal në kry edhe munohet me dhez. Nuk është taksist nëse se rizikon që glavicën të rjenë ditë. Po vesh ka një kod, bre. Faleminderit, përshëndet. Nëse jetë rrethi aty ti me ta dhe thot çy me çështjen, veç shëre çështjen. Ta bën një farë narracionit të trafikut, dhe çka po ndodh. Po ai vet o gabim, Po. Nuk është taksist nëse nuk i din venet e qefit. Cila aty këto venet e qefit Alban, ka thëmë elaboro pak, s'po kuptoj. Nuk është taksist nëse në vetur nuk vjen era goj. Ani 7 mëngjesit. Çfarë pish Kosovës Prishtinë? Nuk është taksist nëse nuk rran. Direkt në tema.